Kryeministri i AK-s, Labino Gjini, është me ne në studio dhe do të flasim për mungesën e vullnetit politik për kusuar kuvendin e Kosovës, por edhe zhvillime tjera politike. Atëherë, zoti Gjini, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, faleminderit. Atëherë, zoti Gjini, sot pam që përfundoi edhe seanca 25 e kuvendit pa u konsuar ky kuvend i Kosovës. Në anën tjetër e pam partinë fituese vendosjen e cila në vazhdimsi po akuzon parti tjera të cilat po gjejnë si fajtore për këtë situatën dhe blokadën e krijuar. A jeni bashkëfajtor kësaj situate edhe ju si AK, apo çka po ndodh? Absolutisht jo. Sot i vetmi fajtor në Kosovë për këtë situatë është vetëvendosja dhe Albin Kurti. Nuk ka asnjë njeri tjetër në këtë vend i cili merr përgjegjësi për blokadën e kuvendit, konstituimit kuvendit. Dhe ishte diçka e tepërt të akuzohej opozita për më falni për Partia fituese. Po, pikrisht, dhe për seksizëm sot, apo mizogjeni nga zonja Albulina Agjiu, për arsye sepse AK-ja vetë ka propozuar dy femna, këtë rast zonjën Selimi dhe zonjën Bogojevci, për kandidate, të cilën i ka favorizuar për t'i votuar. Se po konsideroni që Albulina Agjiu po thotë që ka sulme seksiste dhe mizogjene ndaj saj. Ishte një deklarat. Unë besoj se zonja Albulina Agjiu nuk i kupton këto dy fjalë, as nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Asnjëherë nuk e ka sulmuar askush mbi bazën e gjinies apo mbi bazën e asaj që është si Albulin. Po mbi bazën e deklaratave të saj, mbi bazën e sjelljeve të saj politike dhe të qëndrimeve të saj përgjatë gjithë mandatit edhe para këtij mandatit realisht përgjatë opozitës. Është një grua e cila e ka përqa gjatë gjithë kohën sferën politike, ka luajt një rol të jashtëzakonshëm në polarizimin politik dhe ajo vazhdon ta bëj edhe kur është kandidate për kryetare të kuvendit. Pse mendoni se vazhdon ta bëj edhe këtë? Sepse nuk ka as disa ditë më përpara kur ajo doli në krah të zotit Faton Peci duke sulmuar prokurorinë. Në një shtet normal, një njeri në politik nuk e sulmon prokurorinë në punën që e bën apo sistemin e drejtësisë. Dhe këtu tregon qartë se kush është Albulina Agjiu. Jo sepse është grua, po sepse ka qëndrime jashtëzakonisht përçarëse, jashtëzakonisht të dëmshme për shtetin e Kosovës. Dhe nuk mjafton të marrësh vendime, sepse ajo deklaroi se nuk ka marrë ndonjëherë ndonjë vendim kundër Kosovës, ajo s'ka marrë asnjëherë asnjë vendim pro Kosovës, pro shtetit Kosovës, pro zhvillimit. Dhe për më tepër e saj ka qenë përkundrazi shumë e dëmshme për zhvillimin e këtij vendit demokratik, liberal dhe në suaza të një integrimi të arshëm në BE. Po, megjithatë sa i përket kuvendit tani më nuk ka një sistem për ta hedhur emrin e saj në votim, por ka një sistem për formimin e këtij komisionit për votimin e fshat. Tani pse konsideroni që përkundër faktit që e keni dërguar edhe për interpretimin në gjykatën kushtetuese partia fituese po vazhdon të insistojë dhe ta vënë në votim këtë komisionin e fshat. Pse po e shihni, si po e shihni këtë insistimin e vetëvendosjes? Insistimi i vetëvendosjes, ne nuk jemi duke thënë se Albulina Agjiu është prap kandidate, por jemi duke thënë se Albulina Agjiu nuk është tërhequr prej kandidaturës. Deri më sot nuk jemi ne që e themi. E tha zoti Albin Kurti hiç më pak se para 2-3 dite, kur tha Albulina Agjiu as nuk është në pyetje, as në pikë pyetje. Këto janë deklaratat e zotit Kurti. Ai kishte fjalën për komisionin e fshat. Dhe sot prap zonja Albulina Agjiu nuk është duke thënë se nuk është kandidate. Është kandidate gjithmonë ajo për kandidate potenciale gjithmonë për të qenë kryetare e kuvendit. Dhe ne nuk kemi problemin e komisionit të mshift. Është çështje procedurale. Thotë është e papranueshme që të thyen të shkelën procedurat. Është kaq e thjeshtë, sepse ju ka tek vetëvendosjes me qëllim që ajo të ketë vota nga lista serbe dhe ti shpërfaq ato sikur të ishin të vota nga partitë opozitore. Qëllimi i vetëvendosjes është i qartë, që të shkojë në një votim të fshat, të votohet nga lista serbe dhe kjo e ka thënë edhe zonja Dënika Gërvalla. A jeni sigurt që vetëm lista serbe dhe ju edhe ndonjë deputet tjetër i opozitës e voton paktën nga AK-ja? Ajo që jemi sot të sigurt është se lëvizja vetëvendosje Albulina Agjiu nuk i ka votat. Dhe kjo është e qartë, është e dukshme, është normale në një shtet demokratik. Dhe atë po ja thonë që u takon të gjitha partive të votojnë tani, jo vetëm partisë fituese. Absolutisht, ne ju kemi thënë, jemi të shumë të qartë, zoti Kurti duhet ta ndrojë kandidatën. PDK-ja ka thënë që nuk do ta votojë asnjë kandidat i cili është pjesëtar i qeverisë dhe shumë e qartë qëndrimi i partive opozitore. Nuk e kemi asnjë detyrim për ta votuar kandidatin që do zoti Kurti.
asnjë detyrim. E ka propozimin për kandidat, e ka lëvizja vetëvendosje, sipas rregullave kushtetuese, ne kemi të drejtën ta votojmë apo jo. Dhe në një sistem demokratik, në një regjim parlamentar, shkojnë me kompromise, me marrëveshje, me dialog. Në këtë rast nuk kemi, është një blokadë e qartë, e qëllimshme dhe e vazhdueshme e zotit Kurti. E qëllimshme, pse e konsideroni të qëllimshme? Nuk i ka numrat për qeverinë, pastaj edhe këtu i konvenon të ketë një blokadë apo si e konsideroni ju? Mund t'jenë tjera, po i vetmi njeri që bllokon sot situatën dhe bllokon konstituimin e Kuvendit është zoti Kurti. Nuk është parë ndonjëherë në ndonjë vend të botës demokratike ku kandidohet i njëjti njeri për 25 herë. Ose 17 herë, si thoshte sot Albulina Agjiu. Thotë është e pabesueshme që bëhet një gjë e tillë në një shtet normal dhe demokratik. Dhe këtë, më falni, po edhe ambasadorët e huaj që normalisht nuk flasin në një gjuhë kaq të drejtë për drejtë, janë detyruar ta thonë. Jemi në një shtet demokratik dhe ja kujtojnë zotit Kurti se në një shtet demokratik kështu funksionon demokracia. Nuk është si u tekët atij ku ai mundohet ta vendos një regjim absolutist përmes tekëve apo raportit të forcave që mundohet i krijojë me opozitën. Sot është e qartë për opinionin publik se kush është bllokuesi. Pse duhet jemi ne bllokust? Ne e kemi thënë fjalën tonë. E kemi thënë jemi të gatshëm të votojmë. Ndryshua kandidatën, vë dikë tjetër dhe kaq. Ka që është, do thotë që ne jemi avancuar në negociat apo në kompromis. E kemi ofruar, e kemi bërë ofertën. Biles, zoti Haradinaj ka thënë që jemi të gatshëm edhe Glau Konjufsën ta votojmë. Po, tani topi është në fushën e vetëvendosjes, nuk është në tonën. Po, dhe zëndigjini si mund dile tani nga kjo situatë. E përmendë që edhe fakturën ndërkombëtare, ambasadorët kanë reaguar dhe kanë pas mesazhe qarta që duhet formohet institucionet, konsultat Kuvendi dhe qeveria, por si mund zhbllokohet situata? A shihni zgjidhje atë pyetjen dhe kërkesën që e keni dërguar në gjykatat kushtetuese apo më shumë po shihet si zgjidhje tani? Zgjidhja më e shpejtë, më e mirë dhe më normale në një shtet demokratik, sepse është ajo politike. Dhe kjo politike është zoti Kurti bën hap përpara duke zgjedhur një kandidatë tjetër duke ofruar për votim. Kjo është zgjidhja më normale në një shtet dhe në një regjim demokratik. Pra presi që partia fituese të lëviz nga qëndrimi të saj ta ndryshojë emrin e kandidatit. Kjo është më normale, kjo është lëvizja e duhur dhe domosdoshme dhe më e shpejta. Tjetra mund të jetë edhe gjykata kushtetuese, po kjo është një imponim përmes aspektit juridik, ku vje për të zgjidhur një ngërç i cili në një vend normal e ripërsëris nuk do duhet të ishte. Sepse nuk është normale kjo sjellje të cilën po e shohim nga zoti Kurti apo nga zonja Albulina Agjiu, me të vërtetë nuk kanë të bëjnë absolutisht me një normalitet demokratik, liberal, apo të një regjimi parlamentar si që është ky yni. Kështu që gjykata kushtetuese nëse jep vendimin e vet, edhe kjo mund të jetë një zgjidhje sepse e detyron atëherë që të njihet numrat e kandidatit i cili del për votim, nëse njihen ato numra, sepse sot duhet kuptuar se nuk është kërkesë e aleancës çështja e votimit të fshet në gjykatën kushtetuese, por është që të konstatohet, të sanksionohet fakti që zonja Albulina Agjiu nuk i ka marrë votat e domosdoshme dhe në këtë rast të eliminohet si kandidat, do thot nga aspekti ligjor. Pra e keni kërkuar kushtetueses që të konstatoj ose deri në sa herë, e keni kërkuar edhe në këtë formë që deri në sa herë mund të prezantohet i njëjti kandidat apo si? Çfarë forme është bërë? Nëse shikoni, aty kërkohet që kandidatja të konstatohet kur është kandidati për krye parlamentar, të konstatohet që i ka marrë numrat e nevojshëm dhe të njihen ato numra me një fjalë si vota dhe të konstatohet që është miratuar. Në anën e kundërt, kontrario, do thotë nuk konstatohet mosvotimi i saj. Do të në aspektin e sanksionimit ligjor. Që kur Kuvendi e konstaton, prandaj edhe po mbyllen seancat pa e konstatuar, do thotë ligjërisht që zonja... S'do duhet pastaj të vazhdonte seanca kur konstatohet që nuk ka lënë ky kandidat. Ajo është kërkuar interpretim gjykatës edhe kjo çështje. Kjo është kërkuar dhe me një fjalë, nëse gjykata kushtetuese e detyron që kandidati i cili është konstatuar eliminohet me një farë mënyre dhe duhet të vazhdojmë patjetër me një kandidat tjetër. Çka e shtyn vetëvendosjen që të paraqes kandidat tjetër sa herë që ai nuk votohet. Kjo është kërkesa thelbësore në gjykatën kushtetuese për ta shpjeguar me fjalë. A janë edhe këto komentet pak a shumë që i keni dërguar si AK apo cilat janë komentet? Ne kemi bërë kërkesën. Ne kemi bërë kërkesën, do thotë që komentet ju takojnë të tjerëve që
që t'i bëjnë. Pra ju si akën nuk ju takon t'i dërgoni komentet? Jo, në takon, po e kam fjallën që ne kemi bërë kërkesën, do thot, në disa faqe, që 7-8 faqe, do thot, në mënyrën më profesionalit mëndshme, gjykatës kushtetuese, dhe ne presim, jemi kërkuesit në këtë rast, dhe presim përgjigjen e saj. Po, dhe a presin që mund zgjasë kjo procesi i marrjes së një përgjigje nga ana gjykatës kushtetuese, a mund shkojmë edhe në pushime verore tani ky kuvend në këtë formë, duke pritur gjykatën kushtetuese për ta zgjidhur këtë krizë jo? Uroj që të kenë mbetur njerëz të paqmendur në këtë vend dhe presim që gjykata kushtetuese mos jetë çmendur dhe shkojnë pushime pa dhënë përgjigje. Po megjithatë ka afate kohore, ka afate kohore, po në këtë rast e dim që edhe në të kaluarën deri në 40 ditë apo jo ka marrë kohë që t'jap përgjigje në interpretime të caktuara apo jo? Po edhe nëse merr 40 ditë, faktikisht ato veç kanë kaluar 20 ditë apo më shumë, kështu që edhe 20 ditë nëse presim, le të themi që do të jetë para pushimeve verore. Po unë mendoj që ky vend duhet në një moment caktuar këto institucione, këto deputet të vetëvendosjes, të ngritin zërin dhe thonë mjaft. Mjaft sepse kjo është një lojë absurde me pasoja të rënda për vendin, me një diskreditim të jashtëzakonshëm për institucionet e tona në sy të qytetarëve tonë dhe në sy të ndërkombëtarëve. Dhe po më duket që qëllimi final i zotit Kurtit mos gjë ka qenë gjithmonë që ai ta diskreditoj këtë vend, të diskreditoj këtë institucione, sepse nuk ka shpjegim. Kur vetë ka udhëhequr deri më dje me këto institucione, pse ka një interes? Nuk e di. Këtë nuk e kemi ende të qartë, kryesorja që të gjitha sjelljet e zotit Kurti deri më sot kanë qenë anti-Kosovë, anti-kombëtare për mua, edhe këto e tregojnë njëra pas tjetrës disa sjellje të cilat përveç anës absurde që mund ta quajmë janë edhe tepër të dëmshme për aspektet legjitime dhe legitimitetin e institucioneve tona. Dhe nuk di që ka dëmtuar dikush më shumë, sidomos sistemin e drejtësisë apo sistemet e tjera në Kosovë institucionale, se sa zoti Kurti apo në këtë rast edhe zonja Albulina Agji. Me çfarë veprime konsideroni që është dëmtuar sistemi i drejtësisë? Po duke akuzuar gjatë gjithë kohës për të mos bërë punën e vet, apo edhe duke e cënuar besueshmërinë e tij. Gjatë gjithë kohës për 4 vjet i vetmi zë që ka qenë kundër sistemit të drejtësisë është i zotit Kurti, Donika Gërvallës, Albulina Agjiut. Dhe në këtë rast e patëm edhe rast edhe në fund me zotin Faton Peci, i cili në një vend normal është krejtësisht normale kur del një aferë dhe thirr prokurori për ta marrë në pyetje. Nuk kemi akoma as në gjykatë. Pra jemi në nivelin e prokurorisë e cila e thret për të marrë në pyetje për ditur se çfarë po ndodh. Dhe keni pasë gjitha ato sulme ku gjithçka personalizohet, ndjellet një lloj nxitje urrëtie ndaj emrave të përvetshëm, këtë rast Blerim Isufajt, bënë nuk e thrasin prokuror. Po gjithçka e sjellin në emra të përvetshëm, sepse qëllimi është që në këtë vend të themi që nuk ka njerëz që përfaqësojnë institucione, po gjithçka ka të bëjë me personale dhe ndërpersonale ndërmjet personave në fjalë me fjalë prokurorit, ministrit e atij tjetrit. Kjo është metoda që ka përdorur gjithmonë zoti Kurti, gjithmonë zonja Gërvalla dhe gjithmonë zonja Albulina Agjiu. Thotë duke mohuar faktet, duke mohuar argumentet dhe duke përdorur një gjuhë e cila është e papranueshme në cilin do sistem demokratik. Po, dhe sa i përket zotin Gjini kësaj krizës politike tani, e kemi parë edhe deklaratën e zotit Kurti i cili thotë që votoni kryeparlamentarin dhe pastaj mund të më sfidoni për çështjen e formimit të qeverisë. A keni diskutuar ndonjëherë brenda AK-s të japni mundësinë të japni votën në mënyrë që ta shihni nëse ka numrat për qeverinë apo si e shihni këtë qendrimin e vetëvendosjes? Shikoni, kjo është gjithmonë një diçka shumë çesharake dhe absurde e zotit Kurti. Ne jemi sot përballë një problemi. Nuk e kemi ndërmend ta kalojmë një problem për të marrë me një tjetër. Dhe ai gjithmonë e bën këtë. Thotë që e hedh gjithmonë gurin ku nuk është. Thotë për të fshehur atë që është para nesh. Para nesh është konstituimi i kuvendit. Është shumë e thjeshtë. Ne presim zotin Kurti që ta ndroj kandidatën, t'ia votojmë kandidatën dhe të vazhdojmë për të parë nëse i ka numrat ai apo ne për formimin e qeverisë. Nuk ka asnjë problem. Po tani përshtypja zotin Gjini që të gjitha partive politike u konvenon pa kjo situatë, sepse as partitë opozitare tjerat, për shkak sidomos qëndrimit të LDK-s, nuk i ka numrat dhe nuk janë të interesuar të formojnë një qeveri në rast se dështon Kurti. Nëse ne bëjmë hapin dhe i themi se do ta votojmë kandidatin nëse e ndron. Thotë, ku është bllokada? I konvenon vetëm Kurtit kjo bllokadë. Për ne, nëse ne nuk i pas kemi numrat apo nuk duam të vazhdojmë tutje, pse do të bënim propozim?
Le të bëj propozimin e tij zoti Kurti me ta ndroj kandidatin dhe le ta shohim a i kemi apo se kemi numrat. Ne nuk mund të diskutojmë në diçka e cila akoma nuk ka ardhur, kur ne jemi përballë një problemi të caktuar. Kjo është e qartë që është zoti Kurti ai që po e bllokon situatën. Ne kemi thënë, njëri prej tyre ka qenë edhe kryeparlamentar, Glauko Njufsa. Le të kandidojmë nga Glauko Njufsa dhe le ta shohim, le të marr numrat dhe le ta shohim pastaj. Se po mendoni që nuk po e ndron emrin vetëndosja tani? Po sepse do ta bllokoj situatën. Nuk e di se ku është qëllimi. Nuk e di ku është qëllimi përfundimtar i tyre, po një gjë është e sigurt që është një lojë absurde dhe që qëllimi kryesor ose le të themi ngërçin ata që po e bëjnë është Albin Kurti pra vetvendosja. S'kemi si t'ja lëmë fajin dikujt tjetër. Sepse edhe njerë po e përsëris, AK-ja e ka dhënë qysh në fillim preferencat e saj. Jemi të gatshëm të votojmë kandidat tjetër. PDK-ja ka thënë se nuk do të votojmë asnjë të qeverisë. Çka e lënë a kontrario të kuptohet se do të votojnë dikë i cili sot nuk është pjesë e qeverisë. Thot nga rrodhat e vetvendosjes. Kështu që loja është tërësisht dhe plotësisht në fushën e Albin Kurtit. Kur do, ai mund ta zgjidh këtë problem. Dhe pastaj, pa kur një farë hezitimi, do ta shohim së bashku, ai kemi numrat ne, ai ka numrat ai. Sot është e sigurt se ngërçi është i krijuar dhe pëmbahet nga... Dhe gjithashtu zoti Gjini është e sigurt që nuk do ta ndrojë emrin e kandidatës, por megjithatë ka disa deputet, sidomos LDK-s që kohët fundit janë kontaktuar nga vetëvendosja për ndryshuar qendrim dhe dhënë votën në këmbim të vendeve të punës së favoreve të tjera. Ka deputet brenda AK-s që deri më tani janë kontaktuar nga lëvizja vetëvendosje për dhënë votën për kandidatën e kuvendit ajo. Nuk e di a ka pasur kontakte të tilla, por ajo që është shumë shqetësuese për këtë vend është se në vend se të bëhet kompromise dhe marrëveshje të hapura publike, thotë siç bëhet në çdo vend tjetër ku ulen partitë politike, diskutojnë dhe bëjnë marrëveshje paraprake për të zgjidhur një ngërç. Në këtë rast vetvendosja përdor një formë ekstrem klasike dhe ekstrem primitive, ku mundohet të gjuaj deputetet e ndryshme përmes favorizimeve të tilla, siç Meduda Balin apo të tjerë, se do të ofrojnë një vend pune aty e këtu. Nuk ka diçka më turp në kohën ku jemi ne, që të ketë lojra të tilla publike, plus do të një lloj teatr i turpshëm, që unë nuk di që ndodh në një vend tjetër ku del kryeministri apo ish kryeministri dhe thotë jemi të gatshëm përmes e mekanizma të vetë të ofrojmë ty një vend punën nëse voton e tjerë. Kjo blerje e hapur e deputetëve, unë nuk e di thotë çka diskrediton më shumë, jo vetëm deputetët, po dhe institucionin e kuvendit, po dhe mbar politikën dhe skenën politike të vendit tonë. Po, dhe zoti Gjini kanë kaluar më shumë se 100 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve dhe tentativat për themeluar institucionet e Kosovës. Cilat janë pasojat nga mos kushtimi i kuvendit dhe më pasaj të qeverisë në gjithë këtë krizë edhe këto kërkesa që vazhdimisht vijnë ndaj Kosovës? Sidomos kërkesa ndërkombëtare kemi fjalën. Po, është sigurt se do të ketë pasoja dhe ka pasoja të mëdha, sepse gjithçka është ka ngecur me një fjalë dhe asgjë s'mund të bëhet pa konstituimin e kuvendit. Dhe kuptohet që Kosova nuk mund ta vazhdojë një gjendje të tillë, por e përsëris përgjegjësia mbetet tek partia më e madhe, tek ajo që ka propozimin e kandidatit, dhe as pak ne nuk do të ndihemi as të përgjegjshëm dhe as fajtor për një gjendje të tillë. S'kemi pse. Përkundër faktit se jeni pjesë e kuvendit, keni deputetë juaj brenda kuvendit që përfaqësojnë votën e tyre? Patjetër, po siç e thash, ne kemi bërë propozimin tonë, e kemi bërë hapin, qysh në fillim. Po partisë fituese tani i takon gjatë gjithë kohës, i takon që të propozojë emrin. Jo, nuk i takon propozimi i kandidatit, dhe ajo mund të ndroj propozimin e kandidatit, propozoj kandidat tjetër. Është gjëja më normale. Thoni që duhet një emër unifikues. Një emër unifikues, dhe është gjëja më normale në një vend demokratik ku një njeri i cili nuk i merr votat spaku për 2 herë, 3 herë, ai tërhiqet, qoftë edhe në aspektin individual, sepse nuk do të bëhet lojë, kukull e një lojë absurde, siç është bërë zonja Albulina Xhiu, dhe ajo mendon se halli është tek ofendimet seksiste dhe mizogjene. Jo, hallin e ke zonjë se je vetmja kandidate në botë ku ke kandiduar për 17 apo 20 herë, dhe ku je bërë horë, s'ka fjalë tjera para syve të opinionit publik dhe para botës, sepse nuk ekziston një gjë e tillë. Halli është këtu. E ndron kandidatin sepse ka drejtën për ta propozuar kandidat tjetër, nuk ka asnjë problem në atë aspekt dhe ne vazhdojmë. Nuk e ndjejmë, e thash dhe po e them, po e përsëris,
as edhe një grimc përgjithësien për situatën e krijuar si AKK dhe besoj që partitë opozitore, po ashtu të tjerat, nuk e ndjejnë vetën përgjegjëse për këtë situatë. I vetmi përgjegjës, i vetmi fajtor është zoti Albin Kurti dhe të gjithë mekanizmat apo njerëzit e tij, të cilët e mbajnë këtë situatë deri në pakufim dhe shkaktojnë pasoja dhe efekte të pallogaritshme edhe në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, edhe në aspektin e marrëdhënieve të brendshme për Kosovën. Po, dhe zoti Gjini, në këtë krizë politike sot kemi parë që zëvendës kryeministit e detyri Kosovës Besnik Bislimi ka udhëtuar për në Bruksel, ku ka takuar përfaqësuesin të dërguarin e posaçëm të dialogut Peter Sorensen. A ishte ky moment i dur që Kosova të vazhdonte këto diskutimet për procesin e dialogut në momentin kur nuk kemi institucione dhe ka një krizë politike në vend, konsideroni që mund të ofrojë një dinamik tjetër të gjitha këto zhvillime nga Brukseli? Jo, dëgjoni, unë mendoj se kjo ka qenë një agjendë planifikuar ka hera dhe do thotë të shpritur që institucionet jenë të formuara nga ndërkombëtarët. Një agjendë e cila nuk është shlyer për të mbajtur ndoshta një dinamik të takimeve e tjerë. Po nga këto takime nuk mund të rezultojë asnjë gjë e vetme dhe mendoj se edhe pala serbe për atë arsye nuk është paraqitur, siç ishte u deklaruam duket Besnik Bislimi. Ka pasur vonesa në fluturime, se nesër do të ketë një takim me si do që tjetë, po zoti Besnik Bislimi sot nuk është legjitim dhe nuk ka legalitetin për të përfaqësuar Kosovën në marrëdhënie ndërkombëtare, sepse nuk ka qeveri. Nuk ka qeveri. Ka pozitën e zëvendës kryeministit të detyrë. Sot nuk ka qeveri, ka një qeveri vetëm në detyrë dhe një qeveri në detyrë nuk mund të marrë vendime, sidomos të këtij rangut. Kështu që edhe ndërkombëtarët e dinë që për momentin nuk mund të ketë asnjë vendim pa u formuar qeveria, sepse këto vendime kërkojnë legjitimitet dhe legalitet. Çdo vendim që merret në këto suaza është jo legal dhe jo legjitim. Prandaj edhe mund të ketë pasoja shumë të rënda nëse bëhet diçka e tillë. Thot për të ardhmen jo për të Kosovës, po në kuptimin që ne mund të mos i ndjojmë, do thotë opozita apo aktorë të ndryshëm në Kosovë, vendime të tilla që kanë ndodhur përgjatë kohës kur s'ka pasur qeveri Kosovë. Po, dhe zoti Gjini, krejt në fund, në këtë krizë politike tani po përballemi edhe me çështjen e vendosjes së bizneseve në treg të hapur të energjisë, e cila shkaktoi shumë polemika dhe përplasje mes qeverisë në detyrë dhe bizneseve. Si po shihni tani edhe këto përpjekjet e të fundit të Ministrës së Ekonomisë për gjetur një zgjidhje për këto biznese dhe a ishte ky moment i dur që këto biznese të viheshin në treg të hapur dhe a ishin të përgatitura në këtë formë si u hadhen në treg të hapur? Dëgjoni, është e tmerrshme çfarë po ndodh në Kosovë. Në fakt është me të vërtetë e tmerrshme përveç gënjeshtrave të cilat i kemi një pasnjëshme nga qeveria Kurti, edhe është shumë interesant se si gënjehet përgjatë gjithë kohës. Jo, bizneset nuk ishin as të paralajmëruara se po shkojnë drejt një tregu të hapur. Unë kam qenë edhe në disa tryeza me ta dhe është e pakuptueshme për ta që një ditë ju vje lajmërimi që do të jenë në treg të hapur. Dhe të gjitha këto skena dhe prapaskena të qeverisë janë sepse qeveria e ka zënë situata. Sot gënjeu edhe zonja Riznavolli kur tha që është formuar Alpeksi në 2024 si një kompani e re. Alpeksi është formuar në 2020, në tetor 2020-s. Dhe ne nuk jemi kundër këtij operatori, as kundër tregut të hapur që mund të jetë një opsion i arshëm, por jemi në format dhe mënyrat dhe në kohën kur është bërë. Dhe kjo është e tmerrshme, sepse ju e dini se zoti Haradinaj bëri propozim, bëri marrëveshje me 20 dhjetor 2017 me Kontër Global për të krijuar Kosovën C. Nga marrëveshja e tillë, kur u tërheq zoti Kurti përsa erdhi, në mënyrën më absurde dhe më të parashikueshme të mundshme, nga kjo marrëveshje, atëherë u humbëm edhe 20 milion euro në arbitrazh kundrejt kësaj kompanie amerikane. Dhe kjo kompani amerikane, kjo marrëveshje ka qenë e përkrahur edhe nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Dhe pastaj e kemi çështjen e gazit. Prap zoti Kurti u tërheq. Sot ne jemi duke dalur në një treg të hapur, gjersa nuk kemi asnjë strategji për prodhim shtesë të energjisë. Pra, do të shkoj faktura duke u rritur e konsumatorit, dhe ju e dini se dje veç u paralajmërua
ne që e dim në fakt qysh në parashkurtit, se do të ketë një rritje tjetër të energjisë elektrike qysh nga tetori, pra me 30% shtesë. Kështu që konsumatori do të ketë gjithmonë më të fryrë fakturën e tij dhe aq më e keqja është se të gjithë prodhuesit dhe tregtarët, afaristët në Kosovë, sidomos këto 1300 kompani, të cilat janë përzgjedhur mbi kritere të cilat edhe aty ka një shkelje ligjore, neni 37.2, janë përzgjedhur nga të këja kështu në formë, le të themi, listingu të përshpejtuar. Pra nuk ka kritere në bazë normave ligjore, kjo çështja Jo, është shkelur edhe aty ligji dhe do ta shikoni se do të ketë padi nga këto kompani njëra pas tjetrës, sepse nuk i plotësojnë të gjitha kriteret ligjore për të qenë pjesë e kësaj dhe një pjesë e tyre e kanë rrezikun që të falimentojnë vërtet ose të largohen nga Kosova. Dhe kjo është çështja, sepse po hidhemi në një treg të hapur pa e siguruar paraprakisht shtimin ose prodhimin e shtuar të energjisë. Kjo është çështja dhe ne kemi pasur një strategji të kahershme ku qëllimi ka qenë njëherë që të shtohet prodhimi i energjisë përmes, siç e thash, Kosovës C dhe më pastaj faktikisht të dalim në treg të hapur. Por jo të ketë treg të hapur të dalim kështu nga një situatë ku asgjë nuk është bërë për 4-5 vite, për të zgjidhur këtë çështjen e prodhimit të energjisë, por të kemi paraprakisht, pra siç e thash, prodhimin e energjisë, pastaj tregun e hapur, më vonë. Ne jemi në një situatë ku nuk kemi prodhim shtesë të energjisë, po e kemi hapur tregun e energjisë, në të cilën mund të bëhen të gjitha këto, le të themi, kontrabandat e energjisë, siç kemi parë deri më tani dhe do të vazhdojnë edhe më tutje. Ku për dëm final është konsumatori dhe kompanit shqiptare të biznesit, të cilat i kemi pa duke protestu para disa ditësh, dhe ku për çudi zotit Kurti, sepse mendon se është ndonjë monarki apo nuk e di çfarë lloj regjimi, mendon se janë barikada dhe jo protesta. Ata njerëz po protestojnë për çështje të fakturimit të energjisë, i cili shkon nga 250 deri në 280 euro megavati, do thotë ju fakturohet dhe këto sipas llogaritjeve për llogaritjeve të njerëz prej kompanive që kisha kontakt, thotë se është e barabartë diku sikur të heqësh e barabartë me 50 punëtor të paguhen për kompaninë fjalë. Bëjmë mend thotë ne nuk e kemi një mundësi të tillë. Thotë që jo vetëm se do t'i dëmtoj kompanitë në kuptimin e prodhimit, në kuptimin e tregut të produkteve, por rreziku është edhe të dëmtohen punëtorët në përputhje do thotë me këtë hapje të tregut të energjisë elektrike. Atëherë Zënixhini, falenderoj që ishte sot. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës dhe rikthehemi me zhvillimet.